Më quajnë Altea Dervishi. Kam jetuar gjithë jetën time si një princesh moderne, në një apartament luksoz në qendër të Tiranës, mes dritave, parfumeve të shtrenjta dhe rrobave firmato. Për shumë njerëz, jeta ime duke si një ëndër. Udhëtime në Paris, foto në rrjete sociale, darka në restorante me 5 yje dhe një baba që më përkëdhelte me çdo dëshirë që më linte në mendje. Por pas gjithë atij shkëlqimi, ekzistonte një hije e madhe e mamaja ime, një grua që unë e doja, por e përbuzja. Një grua që më rriti me duar të lodhura, që ermonin detergjent, ndërsa unë mbaja në duar çanta Louis Vuitton. Ajo ishte Lure Dervishi, një emër i thjesht, një grua e heshtur që punonte si pastruese në një ndërtesë luksoze. Ironi e hidhur, sepse çdo mëngjes kalonte pranë banesës son për të pastruar shtëpitë të pasurve, njerëz që njihja nëpër festa. Unë nuk e dija saktësisht pse jeta joni ishte kaq e ndarë mes luksit dhe lodhjes. Babai im, Arjan Dervishi, ishte një biznesmen i suksesshëm në ndërtim. Ai gjithmonë më kishte thënë që nëna ime nuk donte të rrinte pa bërë asgjë, se e mbante atë punë për t'u ndjerë e dobishme. Dhe unë e besoja. Apo ndoshta zgjodha ta besoja, sepse më bënte të ndihesha më rehat. Pjesa e parë, vajza që turpërohej nga nëna e saj ishte një mëngjes i ftohtë në nëntor. Kisha një event shkollor, një nga ato ditët ku prindërit ftoheshin në shkollë për të parë performancat e fëmijëve të tyre. Shkolla ime private ishte një prej më të shtrenjta në Tiranë, dhe unë, me fustanin tim të ri të bardhë, ndihesha si një princesh në një botë pa ndotje, pa dhimbje, pa njolla. Kur hyra në sallën e madhe, dëgjova murmurimat e zakonshme të prindërve. Aroma e parfumit Chanel No 5 mbushte ajrin. Por pastaj një aromë tjetër u përzie mes turmës. Aroma e detergjentit, e njohur, e fëmijërisë sime, e duarve që më fshinin lotët dikur. U ktheva dhe pash atë, mamaja ime. Me një shall të thjesht ngjyrë gri, flokët e mbledhur pas koke dhe një buzëqeshje që ndriçonte gjithë fytyrën kur më pa. Erdha drejt me një lule në dorë, por më ndaloi një shoqe ime, Sara, që më pëshpëriti. Ajo zonja është pastruesja që kam parë në ndërtesën e mamit tim, çfarë bën këtu? Në atë çast, ndjeva sikur dikush më shtypi me peshë. Jo, ajo nuk është mamaja ime, thash me një zë që mezi doli. Është një kushërirë e nënës sime. Mamaja më dëgjoi, sytë e saj u mbushën me lotë, por ajo buzëqeshi përsëri, si të donte të mos më turpëronte para të tjerëve. Më përshafoi lehtë dhe më pëshpëriti në vesh. Nuk ka gjë, zemra ime. E di që e ke vështirë, unë se përshafova mbrapsht. Ajo u largua në heshtje, dhe unë mbeta atje, me duar që më dridheshin dhe me një boshllëk që nuk do ta pranoja për vite të tëra. Në shtëpi, babai e kishte parë gjithçka nga larg. Ai nuk i foli nënës sime atë mbrëmje. As ajo atij. Heshtja mes tyre ishte e trash, e mbushur me diçka që unë se kuptoja atëherë. Më vonë, teksa ajo më ndihmonte të hishe make ufin, i thash ftohtë. Nuk mund të vish më në aktivitete të tilla. Të gjithë kanë prindër që duken mirë. Ti thjesht s'përftatesh. Ajo më pa në sy, një shikim që më përshkroi shpirtin si një thik. Mirë, bi. S'do të vi më. Vetëm, mos haro kur kush të ka larë sytë e lotëve, para se të kishe rrobat e tua të shtrenjta. Në atë çast, nuk e kuptova se çfarë donte të thoshte, por ajo fjali do të më ndiqte si mallkim. Ditët kalonin dhe unë e largova gjithnjë më shumë. Në shkollë, shoqet flisnin për pushime në Maldives, për makina të reja, ndërsa unë mundohem të shmang çdo bisedë për nënën. Deri një ditë, kur njëra prej tyre më tregoi një video që qarkullonte në TikTok. Një grua që pastronte zyrën e një ndërtuesi të madh, me mbishkrimin heroina e heshtur e pasurisë shqiptare në video. Ajo qeshte dhe fliste për vajzën e saj që po studionte për arkitekturë në Itali, ishte mamaja ime, dhe sytë e mi u mbushën me lotë, por në vend që të ndjehesha krenare, ndjeva turp. Turp pse ajo nuk kishte një punë më të mirë, pse njerëzit do ta njenin si nënën e Alteas, vajzës që jetonte në luks. Një mbrëmje, kur po kthehesha nga një fest, e gjeta nënën në kuzinë. Kishte duart e thata nga detergjentet dhe po qepte një fustan që unë e kisha hedhur në kosh. Do ta rregulloj për motrën e Anxelës, tha ajo qetë. Ti qep për të tjerët. Pyeta, po ndonjëherë. U jap njerëzve gjëra që nuk i duhen më të tjerëve. I bën të lumtur. Nuk e dija se çfarë të thosha. Në atë moment, një ndjenjë faji më përfshiu. Por krenaria ime ishte më e madhe se dashuria. Unë ngrita dhe i thash. Nuk dua që të përmendesh më se ku punon. Askush s'ka nevojë ta di. Ajo uli kokën, mirë, zemra ime. Asnjë se ka për detyrë ta di, përveç teje. Vitet kaluan. Unë shkova për studime në Milano, në një universitet të njohur. Çdo muaj merrja para nga babai, ndërsa mamaja më dërgonte me post çorape të qepura me dorë dhe shënime të vogla me aromë sapuni. Unë nuk i hapja asnjëherë. I grumbulloja në një kuti në fund të dollapit. Një ditë mora një telefonatë. Zëri në anën tjetër ishte i njohur, por i dridhur. Jam fshinja e mamas tënde. Më vjen keq, por ajo është në spital. Gjithçka më ra për tokë. Fluturava drejt Tiranës. Kur mbërrita, ajo ishte në një shtrat spitali me tuba që i dilnin nga duart, por sytë e saj ishin ende të ëmbël.
Altea, bi, më vjen mirë që të shoh, shpëriti. Pse s'më the që ishe sëmur? Nuk doja të shqetësoja. Ti ke një jetë të bukur atje. Unë jam mirë kur di që ti je e lumtur. Në atë moment, unë qava sikur ndonjëherë. Lotët më rridhnin për gjithë ato vite që e kisha mohuar, për çdo herë që e kisha quajtur thjesht një grua që pastron. Ajo vdiq pak ditë më vonë. Dhe atëherë, pas funeralit, zbulova të vërtetën. Në kasafortën e saj të vogël kishte letra të vjetra, kontrata, e ndërtoi një dokument që më tronditi, një akt dhurimi. Në të shkruaj se apartamenti ku unë kisha jetuar gjithë jetën time, ishte në pronësi të saj, jo e babait tim, jo e biznesit të tij, ishte bler nga ajo me vite të tëra pune në pastrim, me kursime të fshehta, me ndihmë nga njerëz që ajo kishte ndihmuar dikur. Mamaja ime, gruaja që unë e përbuzja, më kishte ndërtuar gjithë jetën me duart e saj, dhe unë se kuptova kur. Shtëpia ishte e heshtur. Ajo heshtje e rëndë që vjen vetëm pasi dikush i dashur ikën për gjithmonë. Kjo shtëpi, që dikur më dukej si një pallat prej xhami, tani më dukej e huaj, e ftohtë, bosh. Në çdo cep dukej gjurma e saj, aroma e sapunit të rrobave, lule shtrydhet e vogla që mbillte në balkon, një shall gri i harruar mbi divan. Ajo s'ishte më, dhe bashkë me të dukej sikur isha zhdukur edhe unë. Në ditët që pasuan funeralin, babai im, Ariani, nuk foli pothuajse fare. Shëndronte i ulur në verandë, me një gotë verë në dorë, duke parë nga dritarja pa thënë asnjë fjalë. Unë, përkundrazi, nuk mund të ndalesha. Kërkoja, rexoja, pyesja. Doja të dija si ishte e mundur që mamaja ime, një pastruese, të kishte bler një apartament luksoz në zemër të Tiranës. Në dokumentet që gjeta në sirtarin e saj të fshehtë, kishte edhe një zarf me emrin Arjan Dervishi shkruar në dorën e saj. E hapa me duar që më dridheshin. Brenda ishte një letër, letra që do të më ndante përgjithmonë nga jeta që kisha njohur. Arjan, nëse po lexon këtë, atëherë unë nuk jam më. Dua që ta dish se çdo gjë që bëra, e bëra për Altean. E di që ti nuk doje që ajo të më njihte për atë që jam në të vërtetë, por më duhej të lija diçka që të tregonte se edhe një grua si unë, me duar të plasaritura, mund të ndërtojë një shtëpi me dashuri. Mos ja fshi më të vërtetën, ajo meriton ta dijë kush është. Zemra më rrahu fort. Kush ishte ajo e vërteta për çfarë? U nisa drejt babait. Ai ende rrinte në verandë, me gotën e verës përpara. E pash gjatë dhe për herë të parë në jetën time më dukej plak. Baba, dua të flasim, i thash, ai ngriti syt ngadalë me një shikim të lodhur. E di për çfarë ke ardhur. E di. Pyeta me zë që mezi e mbaja. Pra është e vërtet që shtëpia është e mamit? Po, thash shkurt. E ka bler ajo. Jo unë. Për një çast ndjeva krenari, por pastaj hutimi u kthye në zemërim. Pse nuk më tha të kur? Pse më bë të mendoj se ishte e jotja, se ajo ishte thjesht një grua që pastronte. Ai mori frymë therr, sepse nuk doje ta dëgjoje, Altea. Ti ke lindur në një botë që se do më të vërtetën. E do shkëlqimin, por jo rënjet. E dëgjova, por nuk kuptova plotësisht derisa ai u ngrit dhe më dha një zarf tjetër. Ajo donte të ta jepja këtë vetëm kur të ishe gati. Brenda kishte një fotografi të vjetër. Një vajzë e re, rreth moshës 20 vjeçare, e veshur thjesht, me sy që më dukeshin çuditërisht të njohur. Ishte mamaja ime, dhe pranë saj, një burrë që nuk ishte babai im. Kush është ky? Pyeta me një ndjenjë ftohtësie që më përshkoi trupin. Ai uli kokën. Është burri i saj i parë. Gjithçka u ndal, për disa sekonda, vetëm orët e murit dëgjoheshin. Burri i parë? Ti po më thua që nuk ishe babai im. Ai më pa drejt në sy, me sytë e mbushur me lot që s'kishte derdhur kur më parë. Nuk të linda unë, Altea. Mu drodhën këmbët. Jo, nuk është e mundur. Erdha në jetën e saj kur ishe vetëm 1 vjeç. Babai yt biologjik e la kur mësoi që ajo ishte shtatzan. E gjeti rrugën më të lehtë, iku jashtë vendit dhe nuk u kthye më. Unë e njoha kur ajo pastronte zyrën time të parë. E dashurova për forcën e saj. Dhe të rrita si bien time. Mbeta pa fjalë, gjithçka që dija për jetën time ishte një gënjeshtër. Unë kisha jetuar në luks, por në një iluzion. Netët që pasuan ishin të gjata, nuk flija. Në kokë më përvjoheshin imazhet të saj duke pastruar, duke buzëqeshur, duke më ndihmuar të vishesha për ditëlindjet luksoze. E kisha përbuzur, dhe ajo më kishte dashur pa kushte. E kisha harruar, dhe ajo më kishte falur pa fjalë. Një mbrëmje teksa rria vetëm në dhomën time. Hapa kutinë që ajo më kishte dërguar ndër vite me gjëra të vogla. Në një nga letrat që kur se kisha hapur, ajo kishte shkruar. E dashura ime Altea, mos e haro kur se vlera e një njeriu nuk matet me çantën që mban, por me zemrën që ka, një ditë do e kuptosh. Dhe unë do jem krenare për ty. Në atë moment, ndjeva se ajo ishte aty në ajër, në frymëmarrjen time, në çdo kujtim që se kisha vlerësuar. Pas disa ditësh, mora guximin të kërkoj më shumë për babain tim biologjik. Në një nga letrat që ajo kishte ruajtur, gjeta një emër, Ilir Kodra, një emër që se kisha dëgjuar kur. Në letrën e tij të fundit shkruante: Lure, më fal që po iki. Nuk jam gati për këtë jetë. Po iki në Greshi, ndoshta një ditë do të kthehem.
Ai nuk ishte kthyer kur, por unë vendosa ta gjeja. Pas disa muajsh kërkimesh në rrjete sociale dhe arkiva, gjeta një adresë në Selanik. Një burr në të 60-tat, me sy të ngjashëm me të mit, shkrova një email të thjeshtë. Jam Altea Dervishi. Kam arsye të besoj se ju mund të jeni babai im biologjik. Përgjigjja erdhi pas disa ditësh, një fjali e vetme. Kam pritur gjithë jetën për këtë mesazh. Kur u takuam, zemra më rrihte sikur do shpërthente. Ai më pa, u ngrit dhe tha, je e njëjta si ajo. E njëjta buzëqeshje. Nuk dija çfarë të thosha. Nuk ndjeva urrejtje, vetëm një zbrasti të thellë. Pse e le? E pyeta, ai uli kokën, sepse isha frikacak. Mendoja se s'do isha kurrë i denjë për një grua si ajo. Dhe më pas ishte shumë vonë. E pash në një foto vite më vonë, duke pastruar një zyrë dhe desha të vdisja. Lotët më rodhen vetvetiu. Nuk mund ta ndryshoja të shkuarën, por munda ta kuptoja. Në kthim, ndjeva se diçka brenda meje kishte ndryshuar. Për herë të parë, nuk doja më lukse, festa, marka. Doja vetëm të isha si ajo, e thjesht, e vërtet, e fort. Kur u ktheva në Tiranë, vendosa të bëja diçka për të nderuar kujtimin e saj. Shita makinën time të shtrenjtë dhe me ato para hapa një fondacion me emrin Duart e Nënës, për të ndihmuar gratë që punojnë pastruese. Shërisin fëmijët e tyre vetëm që ndoshta mohohen nga shoqëria ashtu siç e mohua unë dikur maman time. Në inaugurim, mbajta një fjalë që më doli nga shpirti. Unë jam vajza e një pastruese, një gruaje që më mësoi se dinjiteti nuk varet nga uniforma që vesh, por nga dashuria që jep. Dhe sot jam krenare për çdo grua që ngre krahët e lodhur për të ndërtuar ëndra për të tjerët. Salla u ngrit në këmbë, disa qanin, disa duart rokisnin. Dhe unë ndjeva për herë të parë se më në fund, po jetoja jetën që ajo do kishte dashur për mua. Tani, çdo mëngjes, kur kaloj pranë pastrueses që pastron hyrjen e zyrës time, e përshëndes me buzëqeshje. Dhe në mendje më vjen ajo zejbut që më thoshte dikur. Mos haro kur kush të lau lotët e parë. Dhe unë përgjigjem në heshtje, nuk do ta harroj më mami. Kanë kaluar 2 vjet që kur mamaja ime u largua nga kjo botë. Dhe megjithse ditët ecin, dhimbja e mungesës së saj nuk shuhet. Thjesht mësohesh ta mbash me vete, si një plagë që s'mund të shërohet plotësisht, por bëhet pjesë e trupit tënd. Ajo është me mua në çdo gjë. Në mënyrën si përshëndes njerëzit, si respektoj punën e të tjerëve, si e shikoj veten në pasqyrë pa u përpjekur të jem dikush tjetër. Fondacioni Duart e Nënës ishte tashmë një projekt i vërtet. Çdo muaj ndihmonim 10 gra që punonin në pastrim, kujdeseshin për të moshuarit ose jetonin vetëm me fëmijët e tyre. Në çdo takim me to, shija fytyrën e nënës. Sime në çdo grua, dhe ndjeja sikur ajo më falte, çdo ditë pak e nga pak. Por një ditë, dikush hyri në zyrë dhe ndryshoi sërish ritmin e jetës sime. Ai ishte Noel Bardhi, një fotograf i ri që kishte dëgjuar për fondacionin ton. Donte të bënte një ekspozit me foto të grave që punonin në heshtje, për t'u dhënë atyre zërin që nuk e kishin pasur kurrë. Kur hyri në zyrë, më kujtohet se duart e mia u ndalen mbi tastier. Kishte një mënyrë të çuditshme për të parë, si të shikonte përmes teje, jo si përfaqësisht, por drejtë në shpirt. Do të më lejoni të dokumentoj historitë e tyre. Më pyeti me një ton të butë. Nëse e bëni me respekt, po, i thash, dhe që nga ai moment nisi një bashkëpunim që u kthye në diçka më shumë. Ne udhëtonim në qytete të vogla, takonim gra që punonin natën, pastronin spitale, kujdeseshin për të tjerët ndërsa askush nuk kujdesej për to. Noeli fotografonte, unë i intervistoja. Çdo histori ishte një plagë e hapur dhe një mrekulli njëkohësisht. Në një nga ato net udhëtimi, ndërsa po ktheheshim nga Elbasani, makina u prish në mes të rrugës. Ishte natë. Hëna ndriçonte butë rrugën bosh. Noel më pa dhe qeshi. E sheh? Universi gjithmonë na detyron të ndalemi kur s'duam. Unë s'di të ndalem, i thash, nuk di apo nuk do. Ai u afrua ngadalë, sytë e tij më shikuan me një përzierje dëmshurie dhe kurioziteti. Ke frikë të ndjesh, Altea? Kjo pyetje më goditi fort, e vërteta ishte se po. Kisha frikë të hapja zemrën, frikë të humbja sërish dik, frikë të mos trajtoja kujtimin e mamit tim duke dashuruar dik tjetër. Por përballë tij, ndjeva një ngrohtësi që se kisha ndjer prej kohësh. Atë natë folëm deri në mëngjes, jo për ne, por për jetën, për njerëzit, për dhimbjen, për ëndrat e humbura. Në mëngjes, ai më tha diçka që s'do ta harroj kurrë. Nuk e pse kërkon të jesh si ajo. Mjafton të jesh vajza e saj. Dhe ajo do jetë krenare për këtë. Pas atij udhëtimi, gjithçka ndryshoi. Ne filluam të punonim bashkë çdo ditë. Dhe dalë ngadalë, zemra ime nisi të shërohej. Dashuria me Noelin erdhi pa bujë, pa premtime, pa drama. Ishte një dashuri që më mësoi se ndonjëherë njerëzit që të prekin shpirtin, nuk kanë nevojë të prekin trupin. Ata thjesht të kuptojnë. Një ditë, ndërsa po rregullonim disa fotografi për ekspozitën Gratë e padukshme, pash një foto që më ngriti gjakun. Ishte një grua rreth të 50-tave, me flokë të mbledhur që pastronte një zyrë. Në murin pas saj, kishte një fotografi të nënës sime, e njihja atë grua. Ishte fshinja jone dikurshme, teta Afërdita.
She kishte njoftuar për spitalin, vendosa ta. Takoj, kur shkova te shtëpia e saj, ajo më priti me buzëqeshje. E dashur Altea, sa je rritur, dua të di diçka, i thash. Kur më thirre atë ditë, a e dije që mami ishte shumë keq? Ajo uli kokën, e dija. Por ajo më lutet të mos të thosh gjë. Tha, mos ja thuaj, nuk dua ta shqetësoj. Ajo ka botën e saj të bukur. Unë jam mësuar me dhimbjen. Lotët më mbushën sytë. Ajo kur nuk më deshi më pak, edhe pse unë e lash. Jo bi. Ajo të deshi më shumë pikërisht sepse e dije që nuk e doje mjaftueshëm. Ishte një dashuri që nuk kërkon tek thim. Një dashuri si e nënave të rralla. Kur dola nga shtëpia e teta Afërditës, qielli i Tiranës ishte gri, por unë ndjeva një dritë brenda vetes. Ishte sikur ajo po më falte për herë të fundit. Ekspozita jonë u hap në pranverë. Dhjetëra gra, vajza, madje edhe burra u mblodhen në një galeri të thjeshtë. Në çdo foto kishte një histori, një shpirt, një jetë e heshtur. Në fund të korridorit, në murin qendror, varri një fotografi e madhe e nënës sime. Duart e saj të lodhura mbi një pasqyrë të pastruar, ku pasqyrohej fytyra ime e vogël nën. Foto ishte një mbishkrim i thjeshtë. Dashuria që nuk kërkoi kur duart rokitje. Kur e pash, s'munda të mbaja lotët. Noel ervi pran meje dhe më mori dorën. Ajo është këtu, më tha në vesh, dhe e ndjeva, në çdo rrahje të zemrës. Pas ekspozitës filluan të na kontaktonin shumë njerëz. Disa donin të dhuronin, disa të ndihmonin, disa thjesht të tregonin historinë e tyre. Por një mesazh më preku më shumë se çdo tjetër. Një vajzë nga Durrësi më shkroi. Jam 16 vjeç. Mamaja ime punon pastruese. Kam lexuar për ty dhe kam parë fotot. Tani s'kam më turp ta shoqëroj në punë. Faleminderit që më mësove ta dua. Shava gjatë atë natë, sepse kuptova se mami im s'kishte vdekur kot. Jetonte në çdo vajzë që do e ndjente si unë dikur, dhe do shërohej si unë tani. Një vit më vonë, Noel më propozoi në mënyrën më të thjeshtë të mundshme. Në balkonin ku mami mbillte lule shtrydhe, u ul në gjunjë, mbajti një unas të thjeshtë argjendi dhe tha: "Nuk dua një martesë luksoze. Dua një jetë të ndershme me ty." Aftu si ajo do të donte. Nuk kisha nevojë për më shumë, e pranova. Dhe në dasmën tonë, në vend të muzikës së zakonshme, vendosëm një video me fotot e grave që kishim ndihmuar. Në fund të videos, u shfaq fytyra e nënës sime, me zërin e saj të butë që kishte mbetur në një regjistrim të vjetër. Mos harro, bia ime, njeriu është aq i pasur sa dashurinë që jep. Nuk kishte sy të thatë në sallë, as unë, as Noel. Tani, pas 5 vitesh, jetoj në të njëjtin apartament ku ajo më rriti. Nuk e kam ndryshuar as mobilimin, as aromën. Në mëngjes, hap dritaret dhe ndjej ajrin e freskët të Tiranës. Në mbrëmje u flas fëmijëve të mi për gjyshen lule, që dikur pastronte shtëpitë të tjerëve, por që la pas një pasuri më të madhe se çdo pasuri tjetër, dinjitetin. Dhe kur më pyesin pse fondacioni quhet Duart e Nënës, unë u them, sepse ato duar nuk ndërtuan vetëm shtëpi. Ato ndërtuan një jetë. Në dritaren e dhomës sime kam vendosur një foto të saj. Ajo qesh, në prapasken shihet unë, 5 vjeçe, që mbaj një lule në dorë. Dhe çdo herë që e shikoj, më duket sikur ajo më thotë: "Më në fund je bërë ajo që doja të ishe." Unë buzëqesh, sepse tani e di që luksi i vërtet nuk është ari, por dashuria që nuk vdes kur.